Kur jam rao për mes, predhet mjetë shenelt. Jam detyruar kum desh pancirin, e kum gjujt, se thash, mi rok ato dhe na vrojnë tonëve. Unë ma i vogli, ka shkëshin tonë, unë që ashtu për mas. Aja kun komandant, shkëshu mas tena, ullëshum një formalit e poshtë, municion, dikush nuk isha zvehtën me vro, një pjesë këni, një pjesë anë, dhe kemi qu armë qështu. Në momentin kur të vinë shkijet, me gjuj që aty shtatë mujmë dhe përfundoj gjithë shka. A shku edhe pak ku, kënë fillu gjujtjet. Tash pa, bashkëluftëtarët e din ato gjujtja, nuk o që... Na kanë gjujt një 4-5 orë që s'kemi mujt me qu kryt. Kryt nuk kemi mujt me qu. Une e kom pas një pancert një shokit, që malë thoqet. E di që sërë të më shethet ma ki hop. E kom pas vesh ato, edhe kom pas qontën. Ajo i qotë këto kret, i kom shti rrypët e qontës, që në momentin kur e deshe pancirë me gjatë qontë. Edhe kom pas një 4-5 predhet mërtojës, për ai që kish mërtoja, bëj shumë municion, kush shka kish me marrë me veti. Tash një farë rrugë ku kalojnë traktorë aty në parora, aty nuk ka kone përshtatshme për lufta, rrafshishe. Kur ja kanë fillu gjujtjet, aqë gjujtjet të mëdhojat, pa ndërprejme, kur jam rao për mes, predhet mjetë shenelt. Jam detyruar kum desh pancirin, e kum gjujt, se thash, mi rok ato dhe na vrojnë tonëve. Që ashtu kemi vazhdu të nditën, në mromje, imi tërheq, e gjatë tërheqjes, kemi jetë në një grup me komandantin e policisë ushtaroke, Shefqet Gashi. Të një na metëm, me ta drejtën tash unë nuk di, unë ma i vogli, ka shkëshin tonë, unë që ashtu për mas. Aja kun komandant, shkëshu mas tena, ullëshum një formalit e poshtë, municion, dikush nuk isha zvehtën me vro, edhe i mihin mal një farë, sukur kur ta qonë uji, një farë, ko gjësë e madhe kështu, edhe i mihin qaty, i mi dalë në 2 grupe, i mi dalë një pjesë këni, një pjesë anë, edhe kemi qu armë qështu. Në momentin kur të vinë shkijet, me gjuj që aty shtatë mujmë edhe përfundoj gjithë shka. Dhe është i fati, nuk erdhën matutje, kemi qëndru aty një 2-3 dit, pa buk, se i shumë të rethun, edhe du s'kishëm me marrë. Po në atë venda i kishëm përgatit, ushtëria ma heret, në atë malë ku jemi konë, ka pas shpëret, ka pas disa koliba vogla. Po aty me neve të plagosën, e kishëm edhe Recep Krasniqin, Bëcaregj, Recep Morali, si edhe i Saj Gashi i Krushës Madhe. Kishëm 2 të plagosën. Na aty tani metëm një 30 vetë, nëse zgaboj. Bile shumë për mdo këtë 30. Natën e 3, një grupë ushtarësh i shkuen katun të Hoqës Vogël, apo të Nagovësit, mos batren, kënë gjetë milë. I kemi pas do shok Dzerzës, Behori, Fatmirin, cilën përshëndes. Ata kanë pas një ika kuzhina, në kanë gatu. Në 12 natës e kemi kallë shpërejtin, e kemi pjek një bukë që kaqë. Për krejtë që ata, veç kemi marrë kanë një kafshore. Tani kemi vazhdu, vazhgozë si dilshin, mërshin veç sa jemi largu shkijet, edhe dikur tani nesë më shlerun, veç